Është një ndjenje e mrekullueshme të nisë prej asaj se edhe unë jam nanë, edhe unë kam fëmijët e mi që i kam lind, po edhe lumturinë që e shoh te secila nanë. Është moment ma i lumtur, nuk ka ma të lumtur, moment ma të lumtur në botë nuk ka se të bëhesh nanë. Do me thonë këtu është një diskrepancë që edhe përkundër asaj, puna është vazhdu, edhe është bëllë. Edhe gjithmonë të thonë dhe të bëllë. Thuja se jem rritë këtu, kam ardhë prej bankave të shkollës, dhe kom hecë në për krejt këto vite, do me thonë pjekurin e kom arrit këto, jam bo nanë për vete këto, jam bo nuse, jam bo gjyshe, me një për mbesa, do me thonë e kom kalu një jetë të tanë këto. Një mami të re e kisha këshillue, nëse e donë punën, vazhdoje, duje. Vazhdoje se na i pranojmë pacientët e shëndosh. Ne jepëm veç gëzim. Ne e kemi thuja se festë çdo ditë, se vështirë ne bojmë festa, se gjithmonë jemi këtu ku jemi, edhe aty ku lypet. Eksperiencë kam 24 vite, mund t'ju them për 2 muaj unë pensionohem, edhe jam shumë e lumtur për gjithë këto vite, për eksperiencën teme uroj t'jam të lumtur edhe gjithë pacientët që kanë kalu në përdorët e mia, që janë shumë, nuk janë të pakta, edhe jam e përmbushën shumë shpirtnisht me to dhe çdo gëzimi tyne i pacientëve e kemi nda bashkë, po dhe çdo ligështi të tyne e kemi nda bashkë, për mos me thonë që në rastet të caktume ose në rastet të rënda, ndoshta kemi vdek ne para tyne. Është një ndjenje e mrekullueshme të nisë prej asaj se edhe unë jam nanë, edhe unë kam fëmijët e mi që i kam lind, po edhe lumturinë që e shoh te secila nanë. Është moment ma i lumtur, nuk ka ma të lumtur, moment ma të lumtur në botë nuk ka se të bëhesh nanë. Nuk jam plotsu kushtet se gjithmonë kemi staf mangut, për shembull në sallën e lindjes për 3 vite ose 4 jenë pensionu 7 mami, unë nuk kam marrë kompensim. Do të thotë unë ekzistoj me staf më të vogël, kushtet jo edhe aq, po pikërisht të ndrimet që paguhen ndrimet. Vikendet ka ndryshime shumë dha, mjekve ju paguhen, mamive nuk ju paguhen. Vikendet, festat dukshëm ju paguhen mjekve ma lartë, mamive ma ullt ju paguhen. Do me thonë këtu është një diskrepancë që edhe përkundër asaj, puna është vazhdu, edhe është bëllë. Edhe gjithmonë të thonë dhe të bëllë. Karriera ime nuk është shumë e thjeshtë që po e përfundoj, se thuja se jem rritë këtu, kam ardhë prej bankave të shkollës, dhe kom hecë në për krejt këto vite, do me thonë pjekurin e kom arrit këto, jam bo nanë për vete këto, jam bo nuse, jam bo gjyshe, me një për mbesa, do me thonë e kom kalu një jetë të tanë këto. Një mami të re e kisha këshillue, nëse e donë punën, vazhdoje, duje. Vazhdoje se na i pranojmë pacientët e shëndosh. Ne jepëm veç gëzim. Do me thonë, informatën, nonën, kur e informojmë se për çdo gjë ne jemi, do të thotë, duhet ta dush, shumë ta dush, me qenë shumë shpirtnisht e lidhur me profesionin,